Lajme do të ndiqni, shumica e bankave po avancojnë me shpejtësi në transformimin digital, por sfida kryesore mbeten përdorimi i ulët i këtyre shërbimeve nga qytetarët. Fitimet nga bonot e thesarit 12 mujore kanë rënë në nivele shumë të ulta me yieldin mesatar të ponderuar që zbriti në 2.4% në ankandin e fundit. Këtë vit skema e subvencioneve në bujqësi parashikohet të ndryshojë duke mundësuar mbështetje më të mirë për fermerët me qëllim rritjen e prodhimit. Vitin e kaluar Shqipëria regjistroi numër të konsiderueshëm hyrjesh nga shtete jashtë Evropës që grupohen në kategorinë vende të tjera të botës. Sonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për të ndjekur të plot fjalën e kryeministrit Edi Rama në takimin dhe tryezën e organizuar me eksportuesit. Imponuar nga transformimi të vazhdoj të rri aty ku është mësuar dhe aty ku ka qëndruar, duke u mbajtur me oksigjen nga shteti, është thjesht dhe vetëm duke shtyr në agoni ditën e fundit. Dhe besojmë shumë tek manufaktura, besojmë shumë tek gjithë ata që po ecin në rrugën e transformimit dhe të krijimit të vlerës shtuar, dhe për të krijuar më shumë vlerë shtuar përmes manufakturës do të bëjmë më shumë në mbështetje të sipërmarrjeve që do të përqafojnë sfidën e transformimit. Po ashtu, agropërpunimi është diçka që e kemi vendosur në krye të, ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve, dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë, dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Faza kur baza kryesore e eksporteve ishte nxjerrja jashtë e lëndës parë, është një fazë që duhet ta konsiderojmë për të tejkaluar. Dhe sidomos kur vjen puna tek bujqësia, është shumë e qartë që hapi tjetër është agropërpunimi, dhe si kundër bëm në fazën e parë të qeverisjes me grumbullimin, duke siguruar që Shqipëria të ketë tani më një rrjet të konsoliduar dhe të fuqishëm pikash të grumbullimit me standarde të larta, duam të kemi një rrjet të konsoliduar të agropërpunimit. Sigurisht që një nga çështjet që janë adresuar me përmirësime të ndjeshme, por jo tërësisht nxjerr jashtë tryezës ku sipërmarrja ka trashëtuar problemet, është çështja e barierave dhe logjistikës. Është çështja e procedurave eksportuese, lehtësimi i korridoreve logjistike për të ulur sa të mundur kohën dhe kostën e transportit. Dhe Ministria me siguri do t'ju jap më në detaje se ku jemi dhe ku duam të shkojmë pa humbur shumë kohë me zero burokracinë e doganave, natyrisht duke mbështetur tek digitalizimi. Ka një çështje që do të duhet një kohë më e gjatë, edhe mbase në vijim ju do ta diskutoni për të kuptuar edhe ne se ku është pika e dobët, pasi kemi vendosur instrumenta të ri financiar posaçërisht për ndërmarrjet eksportuese,
duke ullur riskun e tyre përballë bankave tregtare dhe gjithsesi absorbimi, thithja e këtyre fondeve është shumë e ullët krahasimisht me çfarë ne do donim të ishte. Kështu që qoftë për linjën e kreditimit të Bankës Shqipërisë, qoftë për çfarë do të fillojë të bëj Banka e Re e Zhvillimit, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë eksaktësisht për jush se ku është pika e dobët dhe si ta adresojmë në mënyrë që këto instrumenta të jenë sa më të arritshëm nga ju dhe që ne të mund të fusim në dispozicionin tuaj sa më shumë fonde. Linja e kreditit e Bankës Shqipërisë është në thonjza pa limit, po në fakt është konkretisht pa limit, po të kemi parasysh se sa larg jemi ne nga thithja edhe pjesës parë të fondeve që është vënë dispozicion. Dhe në fund fare dua ta mbyll duke ju thënë diçka që gjithmonë më shumë për hir të vërtetës kompanisë shqiptare po e kuptojnë vetë dhe po përpiqen ta adresojnë vetë, por që përsëri unë besoj që mund ta adresojnë shumë më shpejt, mund ta adresojnë shumë më mirë dhe me shumë më tepër përfitim, që është investimi në burime njerëzore. Përpara disa vitesh, mbase ndonjëri për jush e ka dëgjuar se kam thënë edhe herë tjera, u publikua një listë e kompanive më të mëdha globale dhe ecja e tyre në 10 vite. Dhe ishte diçka e jashtëzakonshme e pasqyrë për të parë lidhjen drejt për drejt mes investimit në burime njerëzore, trajnimeve, kualifikimeve të mbështetura financiarisht nga kompanitë dhe fitimit. Dhe të gjitha ato kompani që në fillim të 10 viteve kishin investuar më pak në burimet e tyre njerëzore, kishin ardhur me rënje në raport me kompanitë që kishin investuar në burimet e njerëzore. Dhe habia më e madhe ishte që çka ishte investuar në anë në burime njerëzore reflektoi si plus në çfarë ishte fituar. Në fillim duket sikur jep, po në fakt ai burim njerëzor ku ti investon të kthen atë që ti jep disa fish. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe në kuadër të sfidës që thash për sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që Eksporton është një platformë e cila prezantohet para jush sot, por që njëkohësisht do të merret me matjen e indikatorëve që do të vinë nga realiteti i punës suaj të përditshme dhe që çdo vit do të nxjerrë edhe raportin e vet për se si kanë lëvizur volumet eksportuese, një raport që do t'i vlej qeverisë për të adresuar nga ana e vet nevojat, do t'ju vlej dhe juve për të kuptuar se ku dhe si lëviz eksporti. Shumë faleminderit për durimin. Ndjes që megjithëse nuk e bëra këtu premtimin, po asnjëherë kur unë premtoj të flas shkurt nuk e mbaj dot premtimin, kështu që shpresoj që mos ishte e mërzitshme. Edhe jam i bindur që ministrat që do flasin më pas bashkë me drejtoren e AIDës do të plotësojnë gjitha ato boshllogje që unë lash në fjalën time, ndërkohë që dëshiroj ta falenderoj përpara jush drejtoren e AIDës për punën e jashtëzakonshme dhe me rezultat që ka bërë dhe po bën dhe uroj që të vazhdoj kështu
dhe ta çojë më para këtë transformim të AID-s, duke bërë gjithmonë më shumë AID-ën një instrument në duart tuaja. Shumë faleminderit. Ndoqëm fjalën e kryeministrit Rama në tryezën e organizuar me eksportuesit, ndërkohë i rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ. Shumica e bankave në Shqipëri po avancojnë me shpejtësi në transformimin digjital, duke krijuar struktura të posaçme për fintech, kryesisht për t'u përshtatur preferencave të reja të klientëve dhe për të përmirësuar shërbimet financiare. Shumica e bankave në Shqipëri kanë bërë hapa të rëndësishëm drejt transformimit të tyre digjital. Nga gjetjet e vërejtimit të digitalizimit të kryer nga Banka e Shqipërisë në vitin 2024, rezulton se veçanërisht 10 banka, që përfaqësojnë kolektivisht 93.4% të totalit të aktiveve në sektorin bankar, kanë krijuar departamente të dedikuara të transformimit digjital ose ekipe të specializuara të ngarkuara me zbatimin dhe menaxhimin e projekteve fintech. Këto departamente lehtësojnë adoptimin e teknologjive të reja. Në të kundërt, vetëm një bank që përbën 6.6% të aktiveve të sektorit raportoi mungesën e një strukture të transformimit digjital, por cilat janë arsyet kryesore që shtyn bankat të investojnë në fintech. 7 banka që përfaqësojnë 63.4% të totalit të aktiveve ranë plotësisht dakord se ndryshimi në preferencat e klientëve, veçanërisht nevoja për të tërhequr gjeneratat të reja, ishte një arsye kryesore për të investuar në fintech. Arsyeja e dytë ishte domosdoshmëria e përfshirjes së teknologjive të reja për përmirësimin e shërbimeve financiare. Kjo përfshin nisma të tilla si përmirësimi i funksionaliteteve të bankingut celular, vendosja e zgjidhjeve të bazuara në inteligjencë artificiale për shërbimin ndaj klientit dhe optimizimi i operacioneve të brendshme përmes automatizimit. Cilat janë sfidat me të cilat bankat përballen gjatë zbatimit të transformimit digjital? Një sfidë e dukshme është aktiviteti i ulët digjital i klientëve për shkak të preferencës së larë për transaksionet me para në dorë. Një tjetër pengesë e rëndësishme janë aftësitë e ulta teknologjike të popullsisë. Mbështetja e klientëve tradicional të bankave dhe jo të gjenerata e re e aftë në mënyrë digjitale thekson nevojën urgjente për iniciativa publike të edukimit digjital. Ndër teknologjitë kryesore të zbatuara nga bankat shqiptare është mobile banking. Në VMC, bankat kanë vendosur të zgjirojnë progresin e tyre teknologjik me disa projekte fintech. Teknologjia e identitetit digjital tashmë në përdorim pritet të ketë zhvillim të mëtejshëm ndjekur nga kuleta digjitale dhe inteligjencë artificiale. Mirë, do të ndjekim, pra do të rikthehemi edhe një herë tjetër tek konferenca e organizuar me eksportuesit, kësaj radhe për të ndjekur fjalën e ministres Delina Ibrahimaj. Këtë sektor, në sektorin e shërbimeve, pra. Nga ana tjetër, pesha e eksporteve të madhrave ka ardhur në reduktim. Eksportet e madhrave për hir të vërtetës në vlerë në 5 vitet e fundit janë rritur dhe në vëllim janë rritur. Megjithatë, shërbimet janë rritur shumë më shpejt se sa madhrat, dhe ndaj ne jemi të kujdesshëm me qëllim që të hartojmë politika për të mbështetur më së shumti eksportet e madhrave që janë sigurisht të lidhura me kapacitetin prodhues të vendit dhe me industrializimin e vendit. Për këtë arsye, ne gjatë vitit të ardhshëm, pra gjatë vitit 2026, do të miratojmë një politikë industriale e cila do të nxjisë prodhimin vendas. Megjithatë, sot nuk do flas për këtë, sot dua të flas për një program në të cilin neve kemi miratuar në dhjetor të vitit kaluar, programi për nxitjen e eksporteve. Ky program ka ardhur si rrjedhoje shumë analizave që ne kemi bërë, me qëllim analizimin e kush janë sfidat që eksportuesit kanë dhe çfarë nevoje kemi ne si ekonomi për të nxitur prodhuesit drejt eksportit. Programi është i hartuar në 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë lidhet me ndërgjegjësimin dhe në fakt edhe aktiviteti që ne kryejmë sot, po edhe platforma eksporton, por edhe puna e përditshme e AID-s shkojnë në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit. Ne nëpërmjet këtij programi duam të fuqizojmë rolin e AID-s si pikë kyçe për nxitjen e eksporteve, por nga ana tjetër duam dhe gjithashtu të fuqizojmë dhe të strukturojmë më mirë diplomacinë ekonomike, një program të cilin neve do ta lançojmë shumë shpejt në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme.
Nga ana tjetër, me qëllim që të rrisim promovimin e eksporteve, Kryeministri foli për produktin Made in Albania. Gjatë këtij viti ne do të hartojmë dhe do të miratojmë ligjin për Made in Albania, i cili do të ndihmojë brandin, do të ndihmojë produktin për qoftë marketim brenda vendit, por qoftë edhe ruajtje dhe njohje të produktit e cili do të ndihmojë në eksportin jashtë vendit, duke u kujdesur që të krijojmë standarde të cilat të jenë në linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Komponenti dytë lidhet me thjeshtimin dhe digitalizimin e procedurave. Kryeministri e përmendi, ne kemi pasur që në krye të herës një vizion për digitalizimin e të gjitha procedurave dhe në fakt për disa vitesh tashmë jemi duke punuar me një projekt të Bankës Botërore që lidhet me lehtësimin dhe thjeshtësimin e tregtisë, kryesisht të lidhur me pikat kufitare dhe me doganat shqiptare. Shumë shpejt ne do të çelim dritaren e vetme unike, e cila do të shërbejë për të gjithë eksportuesit në mënyrë që të gjithë operatorët që punojnë, operatorët shtetëror që punojnë në pikat kufitare, të kenë një dritare të vetme unike dhe bizneset i drejtohen dritares së vetme unike, pa pasur nevojë që ato të shkojnë nga institucioni në institucion me qëllim zbatimin e procedurave doganore. Në ndërkohë, po me Bankën Botërore, po mbështetemi në drejtim të lehtësimit të tregtisë me komponentin me fazën e dytë të projektit lehtësimit të tregtisë, i cili do të merret jo vetëm me agjencinë doganore, por do të merret edhe me tranzitin, me autoritetet portuale, pra me të gjithë komponentët që lidhen me tregtinë. Dhe gjithashtu ka një komponent të qëndësishëm që merret me infrastrukturën e cilësisë, e cila është domosdoshmëri me qëllim që prodhuesit shqiptar, eksportuesit shqiptar të kenë standardet e duhura me qëllim përgatitjen e tregut shqiptar për tregun e përbashkët evropian. Komponenti i tretë lidhet me harmonizimin e standardeve të tregut të përbashkët evropian. Më parë, unë kam folur dhe në vijim brenda 3 mujorit të parë të vitit, ne do të lançojmë programin kombëtar për mbështetjen e biznesit për integrimin evropian. Është një program i cili ju prek të gjithëve ju sigurisht, është një program i cili prek të gjithë bizneset shqiptare, por sigurisht peshë të madhe kanë bizneset eksportuese. Programi do të jetë me disa shtylla gjithashtu, do të merremi me ndërgjegjësim, me informim, me rritje të kapaciteteve, por gjithashtu një komponent i rëndësishëm do të jetë edhe financimi i kompanive me qëllim arritjen e standardeve dhe nxitjen e eksporteve. Si do të bëhet financimi, dhe këtu vim tek shtylla e fundit dhe e katërt e programit që neve tashmë kemi miratuar për nxitjen e eksporteve, do të bëhet nëpërmjet instrumentave të ndryshëm. Banka e Zhvillimit është një prej instrumentave e cili ne kemi miratuar ligjin vitin e kaluar dhe do ta operacionalizojmë. Brenda ligjit të Bankës së Zhvillimit ka një element të qartë që lidhet me eksportuesit. Jo vetëm me financimin e modernizimit të industrisë shqiptare, por Banka e Zhvillimit do të shërbejë dhe si agjenci eksporti në drejtim të sigurimit të eksporteve. Një instrument i cili është i rëndësishëm me qëllim uljen e kostove dhe uljen e riskut të eksportuesve, dhe siç e dini ju fort mirë, është një pjesë e madhe e kostos që lidhet me eksportin, me transportin, dhe financimi i eksportit në drejtim të mbulimit të këtyre kostove do të jetë një pikë e cila do të mbështes eksportet. Nga ana tjetër ka shumë instrumenta të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk janë të shfrytzuara, të cilat do të duhet të shfrytëzohen. Dhe nëpërmjet fuqizimit të Bankës së Zhvillimit, ne do të kemi akses në të gjithë programet e Bashkimit Evropian që shërbejnë për nxitjen e prodhimit vendas, nxitjen e eksporteve, arritjen e standardeve, arritjen e rritjes së afrimit dhe të aksesit. Mirë, ndoqëm fjalën e ministres Delina Ibrahimaj, ndërkohë një informacion më të plot rreth kësaj konference do të keni mundësi që ta ndiqni në edicionet në vijim. I rikthehemi zhvillimeve, fitimet nga bonot e thesari 12 mujore kanë rënë në nivele shumë të ulta, me jelldin mesatar që zbriti në 2.4%. Mbi ngarkesa e lartë e investitorëve 12.8 miliard lek, kërkesa për 8 miliard financim ka ushtruar presion për uljen e mëtejshme të interesave.
Aktualisht fitimet nga investimi në bonët e sarit 12 mujore rezultojnë të jenë shumë të ulëta. Në ankandin e fundit, yieldi mesatari ponderuar zbriti në 2.4%, ndërsa në ankandin e zhvilluar pak javë më parë, yieldi ishte pak më i lartë, 2.47%, përsa i përket kërkesës së investitorëve, të dhënat tregojnë se ishte e lartë. Ndryshe, kërkesa e tyre për pjesëmarrje ka qenë më e madhe se shuma e shpallur për financim. Konkretisht, shuma e shpallur për financim ishte 8 miliard lek, ndërsa vlera totale e kërkesave në ankand arriti në 12.8 miliard lek. Kjo mbi kërkesë ka ulur yieldin sepse investitorët janë të gatshëm të pranojnë kthime më të ulëta për të siguruar pjesëmarrje në instrumente të sigurta. Mbajtja e normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë në 2.5% jep ndikimin e tij në rënien e mëtejshme të yieldit të bonëve 12 mujore, duke qenë më e ulët që nga viti 2022. Kështu norma mesatare e interesit për bonët 12 mujore ka rënë shumë poshtë normës bazë të interesit. Niveli i ulët i interesit të bonëve nënkupton edhe kosto më të lira për kredinë e lek, e cila ndikon në zgjerimin e huadhënies bankare. Nga ana tjetër, qeveria mund të financojë borxhin e brendshëm me kosto më të lirë. Yieldi përfaqëson kthimin vjetor që realizon investitori nga mbajtja e instrumenti financiar deri në maturim. Në rastin e bonëve të thesarit 12 mujore, ky kthim realizohet nga diferenca midis çmimit të blerjes dhe vlerës nominale në maturim. Gjatë një konference për mediat, Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Dema u shpreh se granti i performancës do të kthehet në një instrument motivues për vetë bashkitë për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Ndërkaq, Dema foli edhe për paketën e maleve, duke thënë se bashkitë kanë interes të lartë. Gjatë vitit 2026, granti i performancës do të thellohet, kështu deklaroi Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Dema, gjatë një konference me gazetarët. Po ashtu 2025 ka qenë një vit i rëndësishëm për sa i përket grantit performancës, që ka qenë era e parë që është përdorur në nivel vendor. Granti i performancës ka qenë i financuar 50% nga partnerët tanë, nga donatorët, nga ambasadat siciliane, por po ashtu edhe nga buxheti i shtetit, janë rreth 4 milionë euro të cilat janë alokuar bashkive në matjen e treguesve të qartë, përgjithsisht rregullativ, për sa i përket funksionimit të bashkive. Ajo çfarë ne duam të bëjmë 2026 është ta thellojmë konceptin e grantit të performancës. Ne besojmë që bashkitë të cilat performojnë më mirë, bashkitë të cilat ofrojnë shërbime më të mira me qytetarët, patjetër duhet të kenë mundësinë që të financohen më shumë. Dhe vetvetiu granti i performancës të kthehet në një instrument motivues edhe për vetë bashkitë për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Dhe ky vit do të jetë një vit shumë i rëndësishëm për grantin e performancës, ne do të kalojmë nga le themi vlerësimi i treguesve përgjithsisht të ftohtë, që janë procese rregullative, do të kalojmë në matjen specifike të shërbimeve që ofrohen në territor dhe funksione të veçanta që bashkitë kanë. Në të njëjtën kohë 2026 do të jetë një vit i rëndësishëm sepse ne besojmë që teknologjia në fakt do të luajë një rol shumë të rëndësishëm për fuqizimin institucional të bashkive. Ministri Demo gjithashtu foli edhe për paketën e maleve, për të cilën tha se interesi nga bashkitë për të përcaktuar zonat prioritare është shumë i lartë, por deri më tani vetëm 13 bashki i kanë përcaktuar. Aplikimet bëhen nivel vendor. Bashkitë vetë përcaktojnë zonat e prioritetit. Ne sot kemi 13 bashki të cilat kanë përcaktuar 69 zona prioritare të zhvillimit. Kemi 8 bashki tjera që do të miratohen, janë proces, brenda pak ditësh ose pak jave, ndërkohë në total ne kemi 40 bashki që i kanë sjellë aplikimet për paketën e maleve. Interesi është shumë i lartë. Por procesi i cili duhet ndiqet për miratimin e zonave prioritare, se ato përcaktohen në vendim të Këshillit të Ministrave, dhe janë zona që përcaktohen shumë qartë, me arta të sakta, nëpërmjet ASIG-ut dhe TMRall ose AKPT-s etj. Ka një proces, po e quajmë mekanik kohor që të merr. Në fjalën e tij, Demo theksoi se qeveria synon që përmes trajnimit, teknologjisë dhe mbështetjes financiare të krijojë bashki më të qëndrueshme, më transparente dhe me shërbime më cilësore për qytetarët. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka publikuar listën e plotë të fermerëve përfitues nga skema e naftës në bujqësi, të cilët kanë marrë dhe po vjojnë të marrin pagesa kesh në llogaritë e tyre bankare. Në total janë mbi 48.000 fermerë. 48.117 fermerë përfitojnë pagesa kash në llogaritë e tyre bankare për naftën që përdorin për punime të mekanizuara në bujqësi.
Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka publikuar listën e plotë të përfituesve nga skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi 2025, ku vihet re edhe një shpërndarje gjerë gjeografike e përfituesve. Ndërsa nga masat 1 deri në 7 të skemës, rezultojnë 14.577 përfitues. Sa i takon skemës së naftës, aplikantët kanë deklaruar kulturat bujqësore të mbjella ose të parashikuara për të mbjellë sipas përcaktimeve të formularit të aplikimit online. Çdo parcel, sipas dokumentacionit të pronësisë apo përdorimit, plotësohet me kulturën përkatëse të mbjellë ose që parashikohet të mbjellet. Mbështetja më e lartë ka shkuar në qarqet Fier, Berat dhe Korçë, ku dhe bujqësia ka zhvillimin më të lartë. Vlera e saktë që përfitojnë aplikantët fitues është e kategorizuar me vendim qeverie sipas kulturës së mbjellë, ndërsa maksimumi i mbështetjes arrin deri në 186 euro për hektar. Sa i takon kultivimit të bimëve të arave, jepen 18.582 lek për hektar për kulturat pranverore si misër, fasule, lule dielli, sojë dhe sorgum. 12.714 lek për hektar për bimët e lashta si grur, tërshër, thekër, elb, foragjer 1 vjeçar, industriale si patate, duhan, panxar dhe pambuk, dhe 8.802 lek për hektar për foragjer shumë vjeçar, bimë aromatiko mjekësore. Në grupin e dru frutorëve, pagesa për naftën për kultivimin e mollëve është 18.582 lek për hektar, 15.628 lek për hektar për të gjitha llojet e frutave, ullia, grume dhe vreshta, si dhe 13.692 lek për hektar për arra, bajame, lajthi dhe gështenja të kultivuara, dhe 16.626 lek për hektar për të gjithë fidanët e bimëve farore, bërthamore dhe arore. Sa i takon grupit të tretë kultivimit të perimeve, pagesat për naftën variojnë nga 14.670 lek për hektar për të gjitha llojet e perimeve të fushës sezoni i parë, përfshi shalqi, pjepër, ule shtrydhe, dhe 16.626 lek për hektar për të gjitha perimet e serës sezoni i parë. Fermerët përfitojnë deri në 100% të vlerës me sipërfaqe deri në 10 hektar sipas për llogaritjeve të bëra. Për sipërfaqen mbi 10 hektar, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB. Ndërsa për skemat e tjera, numri më i lartë i përfituesve është në blegtori, ndjekur nga bletaria. Të gjitha aplikimet e kryera nëpërmjet Jillbenja dhe që janë shpallur fituese, janë nështruar procesit e kontrollit administrativ që shqyrton përputhjet e deklarimeve në lidhje me parcelat, sipërfaqet, kulturat dhe dokumentacionin që i mbështet këto deklarime. Vitin e kaluar nga kjo skem kanë përfituar mbi 52.000 fermerë në të gjithë vendin. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka njoftuar se pagesat për fermerët kanë kaluar në llogaritë e bankave tregtare dhe po vijon normalisht disbursimi dhe për fermerët që nuk kanë përfituar ende. Realizimi i fondit për skemën e naftës është në masën 93%, ndërsa për masat e tjera në nivelin 90%. Ndërkohë që skema e mbështetjes për këtë vit pritet të pësojë ndryshime duke targetuar më shumë mbështetjen me qëllim rritjen e prodhimit. Këtë vit, skema e mbështetjes në bujqësi pritet të pësojë ndryshime duke mundësuar një mbështetje më të mirë për fermerët me qëllim rritjen e prodhimit. Tashmë ka nisur konsultimet me grupet e interesit në të gjithë vendin. Skema e mbështetjes në bujqësi 2026 do të pësojë ndryshime. Buxheti akorduar gjatë këtij viti është 5.2 miliard lek, ndjeshëm më i lartë se fondet fillestare të vitit 2025, dhe tashmë ka nisur puna për hartimin e masave të reja, të cilat pritet të miratohen muajin e ardhshëm. Për këtë qëllim, po zhvillohen edhe konsultime me fermerët në të gjithë vendin, me synim që të bëhen ndryshime që targetojnë një mbështetje më efikase për rritjen e prodhimit në vend. Këtë vit neve kemi një fond të miratuar me buxhetin 2026 prej 5.2 miliard lekësh. Kjo është një fond i konsiderueshëm, i cili në një pjesë të tij, dhe kjo dihet tashmë, do të mbështesi investimet në bujqësi. Për sa i përket ndryshimeve të tjera, neve jemi në një proces të rëndësishëm diskutimi brenda Ministrisë së Bujqësisë, por duke filluar që nga java që vjen, Ministri i Bujqësisë së bashku me stafin do të jetë takime të vazhdueshme në të 12 qarqet me fermerët për të kuptuar nevojat e këtyre të fundit dhe për të përgjigjur me një skemë e cila vjen për fermerin në mbështetje të këtyre të fundit, por edhe në përputhje me vizionin e Shqipërisë për rritjen e numrit të fermerëve të angazhuar në skemë dhe nga ana tjetër për integrimin e instrumenteve tona të mbështetjes me praktikat dhe politikën e përgjithshme bujqësore të Bashkimit Evropian. Por a mund të jetë një opsion mbështetja për njësi prodhimi, sikurse ndodh në vendet e rajonit,
Kjo ka qenë dhe një kërkesë e vazhdueshme nga shoqatat e fermerëve në vend. Këto janë elemente të cilët do të ketë një vendimarrje në momentin ku neve të kemi të gjuar aktorët në teren rreth atyre të cilat janë përçmëritë e tyre, si edhe të kemi diskutuar se si këto objektiva përputhen me objektivat tanë të integrimit në Bashkimin Evropian. Fondi fillestar për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi ishte 3.2 miliard lek dhe u mbështetën fermerët me pagesa kesh për naftën dhe pagesa për 7 skema të tjera sipas kritereve të vendosura për përfitim. Sasia e energjisë elektrike e prodhuar gjatë vitit 2025 përllogaritet në rreth 8 milion megavator sipas entit regulator të energjisë. Shifra është bërë publike në një vendim që lidhet me certifikatat e garancisë së origjinës, pasi ky tregues shërben për përcaktimin e vlerës së detyrimit për kompanitë që duan të pajisen me certifikat. Sasia e energjisë elektrike e prodhuar gjatë vitit 2025 përllogaritet në rreth 8 milion megavator, sipas entit regulator të energjisë, bazuar në të dhënat paraprake të operatorëve të rrjetit. Shifra është bërë publike në një vendim që lidhet me certifikatat e garancisë së origjinës, pasi ky tregues shërben për përcaktimin e vlerës së detyrimit për kompanitë që duan të pajisen me certifikatën. Gjithsesi, sasia zyrtare e energjisë së prodhuar gjatë vitit që lan pas do bëhet publike në vijim dhe shifra prej 8 milion megavator mund të pësojë ndryshime. Ndërkaq sa i takon certifikatës së garancisë së origjinës, detyrimi që do paguhet për lëshimin e saj për vitin 2026 do jetë 0.03 euro për megavator. Garancia e origjinës është një dokument elektronik i cili ka funksion të vetëm që t'i provoj konsumatorit fundor se një pjesë ose e gjithë sasia e energjisë elektrike të përdorur prej tij është prodhuar prej burimeve të rinovueshme. Tu përfshihet energjia nga burime të rinovueshme si era, dielli, energjia hidrike, biomasa e të tjerë. Aktualisht çdo person fizik ose juridik apo subjekt ka të drejtën të aplikojë për të regjistruar në regjistrin e garancive të origjinës të erës, duke u kategorizuar sipas roleve të ndryshme, e më konkretisht prodhues, furnizues apo tregtar, operatori i energjisë së rinovueshme, tregtari i garancive të origjinës apo klient fundor. Blerja e certifikatave të garancisë së origjinës është e vetmja mënyrë për të dokumentuar në mënyrë të besueshme konsumin e energjisë së rinovueshme në Evropë. Një garanci origjine u sjell përfitime kompanive, duke ofruar reduktime të provuara dhe të verifikueshme të emetimeve. Ato janë mjete efikase, të njohura dhe të mbështetura nga legjislacioni për të dokumentuar dhe formalizuar angazhimin për energji elektrike të qëndrueshme. Sipas të dhënave të Instat, vitin e kaluar, Shqipëria ka regjistruar një numër të konsiderueshëm hyrjesh nga shtete jashtë Evropës dhe rajonit, të cilat grupohen në kategorinë vende të tjera të botës. Në vitin 2025, këto hyrje arritën në mbi 153.000. Statistikat e Instat për hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri publikohen në mënyrë periodike sipas vendeve të origjinës, por jo të gjitha shtetet paraqiten individualisht. Krahas vendeve kryesore europiane dhe rajonale, një pjesë e konsiderueshme e hyrjeve grupohen në 9 kategorinë e përgjithshme, vende të tjera të botës, pa detaje të mëtejshme. Të dhënat për vitin 2025 tregojnë se kjo kategori nuk është as pak margjinale. Në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 153.781 hyrje nga vendet e tjera. Scanintel ka siguruar të dhënat nga Instat për kategorinë vende të tjera të botës, ku fshihen 10 shtete nga Afrika, Azia, Lindja e Mesme dhe Amerika Latine, me një numër hyrjesh në disa raste kalon disa mijëra vizitor. Në krye të listës qëndron Nigeria me 11.877 hyrje në vitin 2024 dhe 15.192 në vitin 2025, duke u rënditur si vendi jo europian me fluksin më të lartë në këtë kategori. Pastaj vijnë Filipinet, Maroku, Meksika, Kolombia dhe Japonia, secila me mijëra hyrje vjetore. Vetëm nga këto 6 shtete janë regjistruar mbi 50.000 hyrje në vit, një shifër që i kalon flukset nga disa vende europiane të raportuara individualisht në statistikët zyrtare. Lista përfshin edhe një numër të konsiderueshëm shtetesh afrikane si Algjeria, Tunizia, Afrika e Jugut, Zimbabwe, Ghana, Kenya dhe Kameruni. Vetëm nga Zimbabwe, hyrjet janë më shumë se dyfishuar nga viti 2024 në vitin 2025. Nga Azia, përveç vendeve të njohura si Japonia, Korea e Jugut dhe Kazakistani, shfaqen disa shtete më pak të lidhura tradicionalisht me Shqipërinë si Bangladeshi, Nepali, Sri Lanka, Vietnami, Indonezia dhe Tajlanda, edhe pse numrat nuk janë masiv, prania e tyre duket e vazhdueshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu një prani të dukshme nga Amerika Latine, përfshirë Perun, Kilin, Uruguajin, Ekuadorin, Guatemalën, Kubën dhe Venezuelën.
Në disa raste hyret arrin mbi 2000 vizitorë në vit, një shifër jo e zakonshme për tregje kaq të largëta gjeografikisht. Nga lindja e mesme përveç vendeve tashmë të njohura si Emiratet e Bashkuara Arabe, shfaqet edhe Kuvaiti, Jordania, Libani, Bahreini, madje edhe shtete në konflikt si Siria dhe Iraku, por cilat nga këto shtete egzotike është parë rritja më e lartë e hyrjeve. Rritjet më të forta vjetore të hyrjeve në vitin 2025 krahasuar me një vit më parë vëren kryesisht të shtetet jo tradicionale për flukse drejt Shqipërisë. Zimbabwe shënon rritjen më të lartë relative me 120.3% e ndjekur nga Vietnami me 79.2% dhe Jordania me 78.7%. Ghana po ashtu ka shënuar rritje me 75.9% dhe Siria me 71.9%. Rritje regjistron gjithashtu nga Tunizia, Kameruni, Qipro dhe Kenya. Në të kundër, disa shtete shënojnë rënje të fortë si Kuvaiti me 57.3% dhe Bahreini me 55%. Në ditën ndërkombëtare të mbrojtjes të dhënave, zyra e komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale ka ndërmarrë një fushat ndërgjegjësuese në shkolla me fokus edukimin e të rinjve për mbrojtjen e të dhënave personale dhe sigurinë në mjediset online. Në ditën ndërkombëtare të mbrojtjes së të dhënave, nxënës të shkollës së Kuqe në Tiranë vizituan zyrën e komisionerit për të mësuar më shumë mbi mbrojtjen e të dhënave personale dhe kujdesin në mjedisin online. Investimi juaj në mbrojtjen e dhënave personale është një investim shumë i rëndësishëm edhe në kohën e dur. Pse janë të rëndësishme të dhënat personale? Të dhënat personale jemi vetme, është identiteti jonë. Po nuk deshëm vetëm. Prandaj edhe ne përpiqemi që të ndërgjegjësojmë sa më shumë. Ndërkohë ligji për mbrojtjen e të dhënave personale është 100% i transpozuar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ligji për mbrojtjen e dhënave personale besoj tani është njohur gjërësisht që është një ligj i parë tërësisht i transpozuar dhe 100% i transpozuar me EU Acquis, pra me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe në GDPR-in që është nga aktet me cilin është parafruar ligji për mbrojtjen e dhënave personale. Edukimi të brezit të ri në lidhje me mbrojtjen e dhënave personale i kushtohet një rëndësi e veçantë dhe në këtë kontekst, në kuadër edhe të parafrimit, zyra e komisionerit i kushton një rëndësi të veçantë në këtë drejtim të rinjve veçanërisht. Në kuadër të kësaj dite, zyra e komisionerit ka ndërmarrë edhe një fushat ndërgjegjësuese në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme, përmes materialeve edukative dhe posterave informues, me synim rritjen e ndërgjegjësimit të rinjve për sigurinë e tyre në internet. Për sa i përket iniciativës që ne kemi ndërmarrë këtë vit, ka të bëjë me shkollat nëntëvjeçare dhe shkollat e mesme, ku zyra e komisionerit nëpërmjet materialeve edukative të përgatitura nga vetë zyra, posterave informues dhe ndërveprimit që bën nëpërmjet nxënësve, me nxënësit drejt për drejt, ka synuar që të rinë ndërgjegjësimin e tyre dhe t'i bëjë ata të vetëdijshëm që mbrojtja e dhënave personale nuk është diçka abstrakte, është diçka konkrete që meriton të mbrohet çdo ditë. Për gjatë vitit 2025 ndodhën 1375 aksidente rrugore, mesatarisht 3 në 4 apo 4 çdo ditë, duke shënuar një ulje prej 17.5% krahasuar kjo me vitin 2024. Lezhë dhe Gjirokastra shfaqin raportin më të lartë për banor, teksa Tirana ka numrin më të madh absolut të aksidenteve. Sipas të dhënave të fundit të Instat për vitin 2025, në vendin ton ka ndodhur 1375 aksidente rrugore. Krahasuar me vitin 2024, kjo përfaqëson një ulje të konsiderueshme prej 17.5%, duke treguar një trend pozitiv. Megjithatë, kur e shohim nga afër, rezulton se mesatarisht në vend ndodhin 3 deri në 4 aksidente çdo ditë. Një tregues që tregon se sfida mbetet e pranishme dhe duhet të punohet më shumë në parandalimin e tyre. Analiza e të dhënave sipas gjinisë tregon ndryshime interesante. Numri i femrave të plagosura ose që kanë humbur jetën gjatë aksidenteve është ulur me 20.3%, ndërsa tek meshkujt kjo ulje është më e vogël, në nivelin e 12.7%. Ky dallim mund të lidhet me sjelljen e drejtuesve të mjeteve dhe me ekspozimin e tyre në trafik. Statistikat tregojnë se sjellja e drejtuesit të mjetet mbetet shkaku kryesor për shumicën e aksidenteve në vend, duke përfshirë shpejtësinë e lartë, mos respektimin e rregullave të qarkullimit dhe përdorimin e pakujdesshëm të makinës. Kur analizojmë numrin e aksidenteve sipas qarqeve, Tirana del si qarku me numrin më të lartë absolut të aksidenteve. Një fakt i pritshëm duke marrë parasysh që është kryeqyteti dhe qyteti më i populluar në vend. Megjithatë, kur shohim raportin e aksidenteve në lidhje me popullsinë, situata ndryshon. Qarku i Lezhës del të ketë raportin më të lartë të aksidenteve për 1000 banor.
pasuar nga Gjirokastra, ndërsa Korça rezulton të ketë më pak aksidente në përqindje me numrin e banorëve. Kjo tregon se edhe qarqet më të vogla, megjithatë me më pak aksidente në numër absolut, mund të përballen me sfida serioze në menaxhimin e sigurisë rrugore për banorët e tyre. Në përmbledhje, edhe pse viti 2025 tregon një ulje të aksidenteve në krahasim me vitin e mëparshëm, statistika nënvizoi nevojën e vazhdueshme për ndërgjegjësim dhe edukim të drejtuesve të mjeteve, si dhe kontroll më të rreptë të trafikut. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Dollari ra në nivelin më të ulët që prej 2022-shit, pasi presidenti Donald Trump tha se ishte i kënaqur me rënien e tij të fundit. Këto komente të fundit janë interpretuar si një dritje shile për operatorët financiar për të shitur dollarin amerikan. Dollari ra në nivelin më të ulët që nga fillimi i vitit 2022, pasi presidenti Donald Trump tha se ishte i kënaqur me rënien e tij të fundit. Jo, mendoj se është fantastike, u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse ishte i shqetësuar për rënien e monedhës. Dollari po ecën shumë mirë, u shpreh ai. Komendat e Trump i shtuan benzinë asaj që ishte tashmë rënja më e thellë e dollarit që nga futja e tarifave, që i çuan tregjet në një rënje të papritur vitin e kaluar, duke nxitur frikën se ndryshimet e tij të paparashikueshme të politikës monetare do të shtynin investitorët e huaj të largoheshin nga Shtetet e Bashkuara. Pas komenteve të tij, indeksi dollarit Bloomberg i zgjeroi humbjet në 1.2% me monedhën amerikane që u dobësua kundrejt të gjitha monedhave kryesore, përpara se të stabilizohej pak në tregtinë aziatike të mërkurën. Presidenti ka akuzuar prej kohësh vendet e tjera se kërkojnë kurse më të dobta këmbimi për të stimuluar eksportet, dhe sekretari i Thesarit Scott Bessent ka theksuar ndryshimin midis çmimit të dollarit dhe vlerës së tij si monedhë rezervë. Prandaj këto komente të fundit janë interpretuar si një dritje shile për operatorët financiar për të shitur dollarin amerikan. Një pjesë e rënies së dollarit ishte shkaktuar nga rimëkëmbja e ndjeshme e jenit që nga java e kaluar, ndërsa tregtarët përgatiteshin për ndërhyrje të mundshme nga zyrtarët japonezë për të mbështetur monedhën kombëtare. Rënja e fundit e dollarit ndodhi pavarësisht rendites së rendimenteve të Thesarit dhe pritjeve se Rezerva Federale është gati të pezullojë uljet e normave të interesit, të dy faktorë që tradicionalisht do të shiheshin si mbështetës të monedhës. Trump ka shprehur hapur dëshirën e tij për norma shumë të ulta, të cilat do të rëndonin më tej dollarin. Dhe përkundrejt dollarit amerikan, monedha e përbashkët e euro ka arritur në nivelet e saj më të larta që nga viti 2021, në pak më shumë se 1.20 dollar. Mbi çmimi më tejshëm i euros mund të ushtrojë presion në rënje mbi çmimet e importit. Euro sapo ka arritur një moment të ri historik kundrejt dollarit amerikan, monedha e përbashkët europiane ka arritur në nivelet e saj më të larta që nga viti 2021 në pak më shumë se 1.20 dollar. Por rruga drejt këtij niveli ka qenë e vështirë, pasi euro ju ofrua nivelet në shtator përpara se të lehtësohej, ndërsa dollari u rikuperua. Megjithatë që kur ra në nivelet më të ulta për $1 një vit më parë, euro është forcuar, e ndihmuar edhe nga stimujt fiskal europian të udhëhequr nga Gjermania. Historikisht niveli për 1.20 dollar është pak mbi mesataren e monedhës së përbashkët që nga themelimi i saj në vitin 1999, por është shumë e ulët se 1.60 dollar që arriti në vitin 2008. Arsyet kryesore janë të njohura: përballjet e presidentit amerikan Donald Trump me aleatët mbi tregtinë, Groenlandën dhe sulmet ndaj rezervës federale e kanë dobësuar dollarin. Fitimet e fundit të euros erdhën ndërsa spekulimet rreth ndërhyrjes së përbashkët SBA-Japoni për të frenuar dobësimin e jenit e zhvlerësojnë dollarin. Përpjekjet për të rritur sigurinë e eurozonës dhe ato për rritje afatgjat, veçanërisht në Gjermani, si dhe dëshira për të diversifikuar larg dollarit kanë ndihmuar në këtë drejtim. Ndikimi i forcimit të ripërtërir të monedhës, duke i bërë eksportet më të shtrenjta jashtë vendit, mund të fillojë të shfaqet në të ardhura. Zyrtarët e Bankës Qendrore Europiane zakonisht interesohen më shumë për shpejtësinë dhe shkallën e lëvizjeve të valutave sesa për nivelin. Ata mund të kushtojnë vëmendje pasi euro u rrit me rreth 2% javën e kaluar, më e larta javore që nga prilli, kur tarifat gjithëpërfshirëse të Trump shkaktuan trazira globale. Mbi çmimi më tejshëm i euros mund të ushtrojë presion në rënje mbi çmimet e importit. Banka Qendrore Europiane tashmë pret që të mos arrijë objektivin e saj për 2% për inflacionin këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Dollari përbën diçka më pak se 60% të rezervave valutore globale, kundrejt pjesës prej afërsisht 20% të euros. Domënimi amerikan në tregtinë globale dhe tregjet e saj të thella të kapitalit nënkuptojnë se kjo nuk ka gjasa të ndryshojë së shpejti. Presidenti e Bankës Qendrore Europiane, Christine Lagarde, argumenton se politika çrregullt ekonomike amerikane do të thotë që euro mund të luajë një rol më të madh global.
Bashkimi Evropian dhe Vietnami duan të rrisin tregtinë dhe investimet në minerale kritike, gjysmëpërques dhe infrastrukturë. Vietnami ka depozita të konsiderueshme, por kryesisht të pashfrytzuara të metaleve të rralla dhe galiumit. Bashkimi Evropian dhe Vietnami duan të rrisin tregtinë dhe investimet në minerale kritike, gjysmëpërques dhe infrastrukturë, sipas një draft deklarate të përbashkët të parë nga Reuters, e cila pritet të miratohet të njëjtën, ndërsa të dyja palët përmirësojnë marrëdhëniet diplomatike. Dokumenti 8 faqesh, i cili ende mund të ndryshojë, thotë se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë gjithashtu transferimin e mundshëm të teknologjisë së mbrojtjes në Hanoi, pasi të dyja palët kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë në rrjetet e telekomunikacionit të besuara, në një kohë kur kompanitë kineze kanë fituar kontrata në zhvillimin e rrjetit 5G në Vietnam. Deklarata është planifikuar të nënshkruhet kur presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, të takohet me udhëheqësit e Vietnamit në Hanoi të njëjtën, disa ditë pasi Partia Komuniste në pushtet riemëroi To Lam si udhëheqësin më të lartë të vendit. Të dy vendet do të rrisin marrëdhënie diplomatike në nivelin më të lartë të Vietnamit, ngjashëm me Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Rusinë. Një marrëveshje tregtisë e lirë Bashkimi Evropian-Vietnam hyri në fuqi në vitin 2020. Vietnami ka depozita të konsiderueshme, por të pashfrytzuara të metaleve të rralla dhe galiumit. Hanoi ka treguar interes në zhvillimin e kapacitetit të përpunimit të metaleve të rralla, furnizimi dhe përpunimi global i të cilave dominohet nga Kina, por progresi ka qenë i kufizuar, pjesërisht sepse Vietnamit i mungon teknologjia për të shfrytzuar plotësisht burimet e tij. Bashkimi Evropian dhe Vietnami duan të promovojnë tregtinë dhe investimet në mallra, shërbime dhe teknologji që mbështesin minierat dhe përpunimin e qëndrueshëm për mineralet kritike, ndërsa synojnë bashkëpunimin më të ngushtë në këtë sektor, thuhet në dokument. Vietnami është gjithashtu një furnizues kryesor i tungstenit, një metal i fortë që përdoret në mbrojtje dhe elektronik, dhe diplomatët perëndimor kanë paralajmëruar për rrezikun e interesit kinez në një minierë të madhe në Vietnam. Draft deklarata identifikon gjysmëpërquesin si një fushë tjetër prioritare për bashkëpunim më të thellë, duke përfshirë zinxhiret e furnizimit. Zgjerimi i bashkëpunimit në infrastrukturën e komunikimit të besueshëm është gjithashtu një përparësi, shkruhet në dokument, duke përmendur lidhjen 5G dhe atë satelitore. Sipas dokumentit, vendet e Bashkimit Evropian janë gjithashtu të interesuara të investojnë në infrastrukturën vietnameze, përfshirë kurudhat, pasi Vietnami dëshiron të ndërtojë një rrjet kombëtar me shpejtësi të lartë, projekti i tij më i madh ndonjëherë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet e të tjerë. Mirë, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.